Pas një takimi të zhvilluar me përfaqësuesit e partive aleate dhe themeluesin e forumit për dialog politik Ermal Hasimja, opozita vendosi organizimin e protestës së radhës me 10 shkurt për të kërkuar largimin e qeverisë dhe të kryeministrit Edi Rama. Revolta dhe vetëm revolta, rruga e daljes e përmbysjes së diktaturave autokratike një lloj si në vendet tjera. Ndaj dhe ftoj dhe njëherë, me datën 10 shkurt të gjithë shqiptarët, të gjithë qytetarët e Tiranës në rrugë dhe sheshet e kryeqytetit në protestën më të fuqishme që ka njohur Shqipëria kundër regjimit të drogës, krimit dhe vjedhjes shqiptarëve. Faleminderit. Një koment e pati edhe për raportuesin e Parlamentit Evropian për Shqipërinë, duke theksuar se opozita do të vazhdojë të mbrojë pozicionin e saj politik. Prej ti dhe presin jo vetëm prej ti, por presin nga Brukseli, kërkesen për të mbrojtur standardin europian, i cili standard edhe 12-13 vite më parë në këtë vend detyronte ministrat për koincidencë dhe zëvendës kryeministrin, që kërkohej nga prokuroria imuniteti të dorëzonin imunitetin, para se të votonte parlamenti, të dorëzonin imunitetin. Zoti Shidër, për fat të keq, as dhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian, ambasadori Gonzato, madje zoti Gonzato pak më thellë se zoti Shidër, por nuk e kërkuan këtë. Në këtë takim, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha konfirmoi që Partia Demokratike refuzon çdo formë bashkëpunimi dhe dialogu me Partinë Socialiste përderisa të drejtat e opozitës nuk respektohen në kuvend. Vjedhjeve miliardësha të Edi Ramës dhe Luvi Ballukut bëjnë të pamundur çdo formë bashkëpunimi me mandatet e krimit të kësaj mazhorance. Nga ana tjetër, mazhoranca socialiste ka bllokuar sërish ndryshimet në reformën territoriale, ndërsa opozita sheh mbledhjen e komisionit të SHN-s si shansin e fundit për të marrë pjesë dhe për të garantuar ndikimin e saj në proces.